Ka qenë një këngë e vjetër, më shkujtuar në fakt, disa për jush ndoshta mund ta mbani mend, ka qenë kënga e Aurela Gaçes, ku po shkon kjo botë, nëse mbani mend disa për jush edhe vargjet ishin shumë interesante, mbaj mend si tani, një ditë u zgjua bota nga ëndra që kish parë, qirej qante qeshte si e marr, edhe vazhdon e thot ku Po, ku po shkon kjo botë nuk e di as njeri, nuk e di as unë, nuk e di as ti. Në fakt, bota është e marrë, udhëton çdo ditë dhe nuk ndalet në të sajen. Udhëton çdo ditë dhe nuk do t'ja di për asnjë gjë tjetër vetë se për të përmbushur vetveten e saj dhe vetëm të konsumon, të merr. Dhe ne përpiqemi, udhëtojmë, futemi, ngrihemi në mëngjes, zgjohemi, ecim, vrapojmë, flem gjumë, prapë zgjohemi dhe bota në rrotullohet drejt dëshirave të saj dhe ne endemi. Dhe kështu mbaron cikli jetës sonë dhe në fund, në shtratin e vdekjes, s'kemi më kohë. Mbaron filmi i jetës. Edhe një gjë që jam shumë i njohës Perëndisë është që Zoti na ka hapur syt për të njohur Perëndin. E si do të ishte jeta pa krijuesin, nuk e di. Të gjithë vrapojnë në botë dhe asnjëri nuk e di për çfarë vrapron. Ne vrapojmë për gjërat e vogla të çastit, të momentit, të arrijmë këtë, të bëjmë këtë, të shkojmë këtu, të arrijmë këtej dhe gjithmonë nuk kemi asnjëherë një vizion të qartë të madh për jetën. Gjithë vizioni ëndra më e madhe e njeriut është vetvetja. Të arrijë deri diku me veten e tij dhe kur përmbushet kjo gjë ose kur nuk përmbushet, kaq ishte, nuk ka një vizion më të madh. Por kur ti njeh krijuesin, kur ti njeh që Zoti të do me një dashuri të madhe, kur Perëndia të ka ofruar jetën e përjetshme përmes besimit në Krishtin, pamja e përjetësisë, pamja e jetës krejtësisht ndryshon. Nuk është që humbasin këto gjërat e përditshme. Ato vazhdojnë të jenë aty, por nuk është më përqasja, nuk janë më ato gjërat primare. Kur ti njeh që do të jesh përjetësisht me Perëndin, ne të gjithë do të ikim nga kjo botë, herët avon. Të gjithë përpiqemi ta shtyjmë sa mundemi këtë kohë derisa të vijë momenti, por do të vijë ai moment. Dhe ku ka gjë më të bukur për një besimtar që ta di që përjetësinë e ka me Perëndin. Dhe këtë siguri nuk e kemi se na e tha truri jon, se ndendem shumë kështu në meditime të këndshme për vetveten. Jo, për shkak të fjalës së Perëndisë, sepse fjala e Perëndisë është e tundur, është e pa lëkundur, është stabilizuar sepse u dha nga Perëndia. Unë jam shumë i njohës për që fjala e Perëndisë na ka dhënë pasazhin që kemi sot, është letra e parë e Korintasve tek kapitulli 4, por përpara se të shohim aty, doja të përbëjmë një përmbledhje të shkurtër të 3 kapitujve të parë që është te kjo faqja e parë këtu. Ja të shkojmë qikë se jemi pak larg. E keni ato fletët aty? Ja ku jemi këtu. Jemi te kapitulli 4, por përmbledhja thotë kështu: Pali e nisi këtë letër duke i qortuar besimtarët që mbureshin në njerëz dhe në përkatësi. Kisha e parë në Korint, u ndarë në grupe, unë pëlqej këtë person, dhe kishin mburrje me njëri tjetrin. Ja, unë i përkas kësaj zone, unë i përkas këtij niveli, sepse ky që është në grupin tim është një niveli më të lartë. Pali e shpjegon që kjo është një gjë mishore. Bota sillet në këtë mënyrë, thot Pali, por jo ti si besimtar. Edhe pastaj përpiqet që të tregoj që tashmë pasi besuam në Jezu Krishtin, ai është themeli i jetës tënde. Njeriu e bazon jetën në një themel. Çdo kush prej nesh e di apo nuk e di, ka një themel në të cilin do të ndërtojë jetën e tij. Dhe Pali thotë në momentin që ti besove, Krishti, Zoti, u bë themeli i jetës tënde. Dhe çdo gjë që do të ndërtosh do të jetë mbi këtë themel. Duhet të ndërtojmë gjëra me vlerë të përjetshme, thot Pali, që do i qëndrojnë në ditën e ardhjes së Zotit. Do të vijë Krishti, do të vendosë gjëra, do të jetë dita e gjykimit të Perëndisë, ku Perëndia do të vendosë të gjykohet çdo vepër e besimtarëve dhe jo besimtarëve. Dhe Pali thot, nëse ke ndërtuar argjend, gjëra me vlerë, mbi këtë themel ato do të qëndrojnë, por nëse ti ke ndërtuar kasht, san, dru, do të digjet, thot Pali. Por ai person do të shpëtohet si përmes zjarrit, që nuk ka për ta pasur të lehtë. Duke ditur se ne jemi tempulli i Perëndisë,
Dikur tempujt ishin me gurë të mëdhenj dhe prania e Zotit ishte në ato vende. Perëndia përmes ardhjes së Krishtit bëri që të kuptojmë që ato tempuj nuk është më në atë lloj forme, por që ti je tempulli i Perëndis. Perëndia brenda banon tek një besimtar. Zoti i qiellit dhe i tokës nuk mund t'i bëjmë një vend me gurë diku dhe të themi ky është një vend i mirë ku mund të shkojmë të ndezim një qeri apo diçka të tillë. Shko sa larg ka ikur njeriu në krahasim me Krijuesin. Krijuesi nuk ka nevojë për një vend me ca gurë, një ca male, a ku di unë që të ndezim ca qeri dhe të prekim gurët, të prekim vendin që të na vejmë barë. Perëndia i qiellit dhe i tokës, Zoti që ka dhënë jetë, Perëndia që krijoi që nga qeliza, inteligjente është qeliza, deri në universin e madh. Nuk jeton në ca gurë të vende të mira apo vende jo të mira. Perëndia thot kam zgjedhur të banoj tek besimtarët. Dhe ai qiriri dhe ajo lutja më e mirë është mënyra se si ne jetojmë jetën. Të mos mashtrojmë veten duke jetuar si bota. Mund të ndodhë që një besimtar mashtron veten dhe jeton si bota, po si të jetoj si bota, kur bota të merr me ritmin e saj. E kam parë veten time në shumë mënyra, kur nuk është çudi kur është ajo shpreha popullore që më thuaj me kë rrit të them se cili je. Domethënë nëse unë rri me një grup njerëzish, me këtë lloj shoqërie, nëse unë rri me këtë lloj gjërash nëpër rrjetet sociale, ato do të më ushqejnë, rreth asaj do të flas, ashtu do të bëhem. Kështu na ka krijuar Zoti. Jemi të ndryshueshëm, jemi të transformueshëm. Dhe ambientin në të cilin ne qëndrojmë, ashtu na ndodh që të bëhemi. Është si puna e ujit, hidhen në një gotë, do të marrë formën e gotës, hidhen në një pjatë, do të marrë formën e pjatës. Edhe ne me atë që do të qëndrojmë, me atë që do të marrim, ashtu do të bëhemi. Kjo është një gjë pozitive që mund të përdoret edhe negativisht. Është pozitive sepse nëse qëndrojmë me fjalën e Perëndis, nëse qëndrojmë në shoqëri me njëri tjetrin, do të ekuri preh ekurin thot fjala e Perëndis. Një parasysh te kasate ato me dy thikat që mprejnë njëra tjetrën, teksa goditen me njëra tjetrën. Kështu thot fjala e Perëndis, ne jemi të transformueshëm, por njëkohësisht ne mund të mashtrojmë veten duke qenë të transformueshëm njësoj siç na tërheq bota. Njësoj siç na tërheq momenti, çasti, mënyra e jetuarit të botës, bisedat e botës, mendësia e botës, dhe ne harrojmë dhe zhytemi dhe harrojmë gjërat më me vlerë në jetën tonë. Vazhdon fjala e Perëndis dhe thot, pali por ta jetojmë për Krishtin dhe të ndërtojmë jetën tonë për të lënë gjurmë për Krishtin. Unë mund të bëj shumë gjëra në jetë, por më besoni, lutja më e madhe që kam është që Zot të lutem që gjurma që do të lënë në këtë jetë do të jetë që njerëz do të njohin Krishtin përmes udhëtimit të jetës sime. Është një film i madh që quhet Jetë dhe ti je aktor në këtë film. Regjizori të ka caktuar për të qenë në rolin tënd, edhe ti po e luan rolin tënd, dhe ti je në rolin tënd. Dhe së shpejti apo vonë do të dalësh nga roli. Do të ndodhë një ngjarje që ka organizuar regjizori dhe ti do të dalësh nga skena. Mbaroi roli yt. Pyetja është çfarë gjurmë la ky personazh në pjesën e filmit ku qëndroi. Dhe do nxodhe që nëse njeh Krishtin, të lësh një gjurmë për mbretërinë e Perëndis, për Krishtin. Jeta nuk është kaq e vogël sa të qenit vetëm vetvetja. Perëndia na ka dhënë jetën që të ta shijojmë në mbushullinë e saj, në plotësinë e saj, po me të. Pali ju kujton besimtarëve që të mos mburen në njerëz, në jetë, në të tashmen apo në gjëra të ndryshme. Këto janë vetëm jete, thot Pali, që na janë dhënë nga Perëndia. Shijojeni, por mos u bëni kaq fëminor sa të ngjisheni pas njerëz për tyre dhe ta mbani fort sikur nuk ka një gjë tjetër. Të gjitha gjërat na janë dhënë nga Perëndia dhe janë mjete për të na ndihmuar që të rritemi në të. Dhe e gjitha sepse ne jemi të Krishtit dhe Krishti është i Perëndis. Kur unë besova në Krishtin, kuptova që pa Krishtin do jem ende në mëkatet e mia. Prandaj kam nevojë për hirin e Perëndis. Prandaj kam nevojë për gjakun e çmuar të Krishtit që të më paqtojë me Perëndin, me Krijuesin, sepse kam lindur në mëkat. Jam mëkatar. Erdha nga prindër mëkatar dhe unë jam mëkatar. Nuk ka gjasa që një fëmijë të lind nga dy prindër që janë mëkatar dhe të lindi përsosur. Do të lind mëkatar. Por kuptoni, mëkati dhe njëherë nuk është veprimi që unë vrava, prandaj jam mëkatar. Jo, është qëndrimi karshi Perëndis së zemrës së njeriut.
Dhe shifni pak tani se çfarë na thot te kapitulli 4 vargjet 1 deri 5. Thot, kështu pra, njeriu le të na mbajë për shërbëtor të Krishtit dhe administrator të mistereve të Perëndis, dhe tjetra që kërkohet nga administratorët është që secili të gjendet besnik. Sa për mua më intereson fort pak që të gjykojnë prej jush ose për ndonjë gjyq njerëzor, madje as vetveten thot Pali nuk e gjykoj, sepse unë jam i vetëdijshëm për asnjë faj. Por, për këtë nuk jam justifikuar, por ai që më gjykon është Zoti. Prandaj mos gjykoni asnjë gjë para kohe, derisa të vijë Zoti, që do të nxjerrë në dritë të fshehtat e errësirës dhe do të shfaqë këshillat e zemrave. Dhe atëherë, secili do të ketë lavdrimin e vet nga Perëndia. Të zbërthejmë pak që ta kuptojmë për jetën tonë se varg që të bukura kështu në duke që mund të keq kuptohen dhe mund të keq përdoren dhe nga ne. Disa herë. Shko sa bukur thot, si duhet na shohin të tjerët? Kështu pra thot njeriu, njerëzit përreth, njerëzit tjerë, si duhet të më shohin mua, Edin, kur jetoj jashtë, aty mes njerëzve, kur punoj, kur flas, kur jetoj, shërbëtor të Krishtit dhe administrator të mistereve të Perëndis. Dhe lind pyetja, çfarë do të thonë këto gjëra? Çfarë do të thotë fjala shërbëtor i Krishtit një herë? Fjala shërbëtor nuk është fjalë e bukur. Apo jo? Asnjëri nga ne nuk i pëlqen nëse punon, e kam thënë edhe një herë tjetër, ka persona që punojnë që ruajnë ose kujdesen, pastrojnë shtëpitë e dikujt tjetër. Dakor? Dhe kur e pyet për shembull atë person që çfarë punë bën, si përpiqen ta rregullojnë, si ta thonë, pak më këndshëm. Askush nuk thotë jam shërbëtore. Si thonë? Ma thoni pak. Kujdestare, kujdesem, do të përpiqemi natyrshëm që t'ia ngrem pak vlerën asaj që punojmë. Dakor? Vjen në natyrën njerëzore, natyrshme. Çfarë bën? Po ja kujdesem pak për këto gjëra, mirëmbajej. Më kanë lënë kujdestarin, madje tregojmë dhe përgjegjësinë, na ka dhënë Chelsea-n, që sa shumë më besojnë. Shko si thot Pali këtu, shërbëtor të Krishtit. Fjala shërbëtor nuk na pëlqen, askujt nuk i pëlqen. Por kështu na thot fjala e Perëndis, shërbëtor të Krishtit. Çfarë do thot shërbëtor? Fjala shërbëtor çfarë do thot? Shërben. Tjetër, çfarë do thot fjala shërbëtor? Nëse ti punon shërbëtor i dikujt në një shtëpi, çfarë do thot për atë gjë? Që ti kujdesesh për çfarë? Për gjërat që të kanë dhënë për të kujdesur. Apo jo? Ta përmbushësh. Të zbatosh urdhrat që t'i janë dhënë, ti plotësosh, madje ti bësh siç duhet ato që t'i janë dhënë. Ka dhe një gjë shumë interesante. Në botën e sotme mendësia është unë. Dakor? Unë dhe vetëm unë. Uni rritet në botën e sotme. Kurse fjala e Perëndis na e shkurton këtë unin. Dhe thotë shërbëtor jo të unit, të Krishtit. Si themi ne kur zilemi me ndonjërin ose kur mërzitemi, po pse shërbëtori yt jam unë? Imagjinoni një vend të vogël, vllai me vllajin ose dikush që thotë merr më pak këtë edhe përgjigja direkt reagim. Pse shërbëtori yt jam unë? Si një gjë të ulet. Kështu si thotë fjala e Perëndis, shërbëtor të Krishtit. Wow, që nga fjalë e madhe. Nuk jeton për veten, por për Krishtin. Po pse duhet që unë të jetoj për Krishtin? Më shpjegoni pak një herë këtë gjë. Që ta kuptojmë se mirë në kish flasin fjalë të bukura ne që ndonjëherë nuk na ngjisin me realitetin jashtë. Pse duhet jetoj për Krishtin unë? Si mendon ti? Hajde, ma thuaj. Si ta dha jetën ty? Ti ke jetën. Ma shpjego po. Për herë të dytë? Ha? Mirë. Pse duhet jesh shërbëtor i Krishtit? Si e mendon? Se ai vdiq për ty, për çfarë vdiq për ty? Të gjithë mund të vdesin me ty. Për mëkatet. Po? Si ke dëgjuar ti kur thonë vdeksha unë për ty? Ha? Shërbëtor të Krishtit, kur ne e kuptojmë, hajde. Në fakt ai bëhet, ai është, ke shumë të drejtë që pika jonë referim. Pse? Sepse Krishti është Zoti dhe Perëndia na do me dashuri të përjetshme. Krishti erdhi, jetoi, vdiq për ty, për mëkatet e tua dhe jo vetëm kaq, por në moment që ti beson, të drejtëson, të bën të tijen dhe ti bëhesh fëmijë i Perëndis.
Është një këngë që thotë nuk jam më ende, nuk vazhdoj të jem më sklav i mëkatit, por jam sklav i Perëndis. Njeriu është krijuar për të qenë sklav i diçkaje. Qoftë i dëshirave, i pasioneve, njeriu kurrë nuk mund të jetë i lirë në atë botë kuptimi që njeriu mendon. Njeriu gjithmonë është ka për të qenë sklav i diçkaje, i pasioneve, dëshirave, synimeve, gjithmonë do bëhet sklav i diçkaje. Nuk është në vetvete kur i lirë. Por çështja është sklavi kujt të jenë? I Perëndis apo i vetes? Kishte diçka Turi? Thjesht do shtoja që përveç se Zoti është i mirë dhe na paraqitet me gjithë pozitivitetin që ti e po shkruave, është edhe ndëshkues. Nuk është se do ta shohim. Ja, këtu na jepet. me njerëzit që nuk i bindin. Po, por ka një gjë të tilla, ma shumë interesante. Bibla na thotë tek Hebrejt. Do t'i bindesh përveç përfitimit tënd? E di çfarë na thotë tek Hebrejt, se duhet ta kuptojmë pak. Tek Hebrejt na thotë një pjesë shumë të bukur. Zoti nuk është përshkruar vetëm ashtu. Vetën e vet sikur na tregon sigurisht për mirë, por që po të lexosh në Bibël, Pra ti do të bindesh edhe sepse ai është sa ti që takon bindja dhe Tek Hebrejt, fjala e Perëndis na thotë një gjë shumë interesante. Shikoni pak se çfarë na thotë tek Hebrejt. Dëgjoni pak që ta kuptojmë pak. Jo, ka të drejtë, por duhet të kuptojmë një gjë. Perëndia është një Atë i dashur. Këtë nuk do ta heqim dot, sepse këtë na thotë fjala e Perëndis. Dhe thotë tek Hebrejt që Perëndia na ndëshkon siç një Atë ndëshkon birin kur gabon. Unë jam prind vet, kam 2 fëmijë dhe në momentin që ata gabojnë, unë nuk shkoj, sa mirë bëret, keq mbapi, bravo, por shkoj me dëshkim. Për çfarë është dëshkimi? Pyetje i një prindi ndaj fëmijës. Kur bën një gjë që nuk duhet ta bënte. Ma thoni pak. Qortimi, ndëshkimi i prindit ndaj fëmijës. Për edukim, është për ta dënuar, për kuptim për ta shkatruar jetën e tij, për ta dëmtuar që ti vësh zjarrin fëmijës dhe jetës së tij? Për çfarë është ndëshkimi, qortimi, korrigjimi i një prindi ndaj fëmijës? Ha? Aha, që ta kuptoj, që të mos e bëj më, që ti ta ruash fëmijën tënd nga e keqja. Ndëshkimi i Perëndis, qortimi i Perëndis, korrigjimi i Perëndis është për birin, për fëmijën e tij, për të mirën e tij. Dhe korrigjimi i Perëndis për ty është një gjë pozitive edhe për mua. Për shkak se Perëndia na do, prandaj dhe na korrigjon, thot Bibla tek Hebrejt, që të mos na dënoj bashkë me botën. Kur je besimtar, ndryshon qëndrimi i Perëndis ndaj teje, ndaj kur nuk je besimtar. Je bër fëmijë i tij dhe ka marrë gjithë përkushtimin për të punuar me ty, me karakterin tënd dhe me gjithçka që ti je dhe ke. Kështu që patjetër Perëndia është i dashur dhe do ketë momente që do të na korrigjojë në jetën tonë. Është më se normale. Ne jemi njerëz edhe nuk i bëjmë fëmijëve kur gabojnë, s'ka gjë ti. E kupton? Por shkojnë përse? Sepse duan që fëmia të ndryshojë për mirë, të korrigjohet për mirë. Ky është qëndrimi i Perëndis, na thot në Bibël ndaj nesh, besimtarëve, është për të na korrigjuar, për të na ndihmuar që të ndryshojmë, që të mos vazhdojmë këtë. Tani ka korrigjime të forta, kur ne kemi nevojë për një korrigjim të fortë, ka korrigjime të buta, qortime, ka shkalla të ndryshme në bazë të veprimit, apo jo? Edhe prindi nuk do e godas fëmijën, kujtun do e qortoj fëmijën në një formë kaq të madhe se kujtun bëri një gjë të vogël. Jo, është në bazë të asaj që ti do të bësh. Kështu që njësojsh edhe me fjalën e Perëndis në këtë rast. Dhe Perëndia do të na qortojë në këtë gjë. Por kam një pyetje, thotë këtu, si mund të jesh ti shërbëtor i Krishtit? Ma shpjego pak. Si nga të, ose më saktë ta shohim kështu, nga e di ti që një person, çfarë dallon ti te një person që thua ky që nga shërbëtori i Krishtit? Nëse ti je në jetën tënde, ke një komshi ose ku di unë dhe thua, wow, ky që nga shërbëtori i Krishtit. Çfarë të bën ty ta mendosh të gjë? Përulësia e tij. Si kush? Për ulësia e tij, Si shikon bindjen ti tek një person? Kë? Aha, do më mënyra se si jeton.
Jo thjesht fjalët që thot, por mënyra se si jeton e tregon këtë gjë. Në një gjë tjetër, nga i dallon ti një person që ky thua ti wow, ky më bën përshtypje, është vërtet shërbëtor i Krishtit. I do të tjerë pa kushte. I do të tjerë pa kushte, është shumë e fortë, shumë e vështirë. Unë si besimtar që e më pa e vetë, Mhm. më ndodhi një episod, për shembull, do të ditë. Një ditë përpara Krishtit, aty është një kish, Mhm. nuk e di të vonë re, nga dy gjallora. Po. Edhe dikush kishte parkuar makinën aty tek shtëpia ime dhe më kishte penguar rrugën. Fakun dola me një vrull, a ke parasysh? Si po si kur kaloi ambulancë apo si kur ai më fal, bëra me vim, më kuptova direkt vetëm mënyra se si u përgjigjeva, e kuptova se ai ishte. Ti thash më fal ti, dola më besimtar se sa unë. Okej. Mhm. Po administrator të mistereve të Perëndisë. Çfarë do të thotë administrator? Ky person është administrator i këtij biznesi. Çfarë do të thotë administrator? Përgjegjës për gjërat që janë besuar. Ato gjërat që janë besuar janë të tia apo jo? Ja administratori një projekti, nuk janë të tia, por të janë dhënë për t'i menaxhuar se si do të veprosh, dakor? Ky person thot, administrator i mistereve të Perëndisë, të gjendet besnik thot. Po pyetja është, çfarë do të thotë misteret e Perëndisë? Çfarë janë misteret? Çfarë do të thotë fjala mister? Gjërat e fshehta. Gjërat e fshehta të Perëndisë. Çfarë thoshte një kapitull më përpara për gjërat e fshehta? Si na janë zbuluar ne? Kush i njeh gjërat e fshehta të Perëndisë? Si na thoshte? Fryma e Perëndisë. Ashtu si dhe merrte shembullin, ashtu siç fryma e njeriu njeh gjërat e fshehta të njeriu, unë si njeri kam gjëra brenda vetes sime, zemrës sime, të menduarit tim, që askush tjetër në botë nuk e di përveç shpirtit tim. Kemi parasysh shprehjen që thotë shpirti ti e di se ç'po heq për këtë gjë. Po, domethënë ideja është ashtu si shpirti i njeriu, thotë fjala e Perëndisë, di thellësitë e njeriu, kështu dhe fryma e Perëndisë njeh të fshehta thellësitë e Perëndisë. Tani Zoti na ka dhënë, thot Pali, frymën e tij, që do thotë përmes fjalës së tij, Biblës, Zoti na ka zbuluar të fshehtat e tij. Po kush janë të fshehtat e tij? Po ja, lajmi i mirë, ungjilli, që nga të fshehtat e Perëndisë. Tani Perëndia kërkon që ti të jesh një çfarë? Administrator i kujt? I fjalës së Perëndisë. Çfarë do thotë administratori i fjalës së Perëndisë? Çfarë do thotë kjo? Administratori i kësaj. Do me thënë dy gjëra duhet na shoh njeriu, thot, për ti që je besimtar. Ke ndarë mendjen, thot, që je besimtar, e do Zotin. Tregoj me vepra. Dy gjëra, thot. Çfarë? Shërbëtori i Krishtit, që thot fjalën shërbëtor të zbatosh ato që thot Perëndia, dhe e dyta administrator i kujt? I fjalës. Që thot ta ka dhënë Perëndia këtë fjalë, përdore si duhet. Një administrator punon për kë? Për pronarin. Kush është pronari jonë në këtë rast? Perëndia. Kështu që jeta jote, jeta ime, thot Bibla, nuk është më e jotja, thot Krishti. Në moment që ti besove Perëndin, ndaj mendjen. Nuk mund të jetosh me një këmbë nga bota dhe një këmbë nga Perëndia. Ti vjen tek Perëndia ashtu siç je, por mos vazhdo të jetosh një këmbë këtej, një këmbë këtej. Nuk mund ta hash me një lugë në dy pjata. Dakor, në dy gjellë të ndryshme. Do të ndash mendja, thot. Dhe si duhet jetë një besimtar, shërbëtor i Krishtit, kur e ka dedikuar veten Krishtit, dhe administrator të marrë fjalën e Perëndisë, ta bëj të tij një administrator i njeh atë që po administron. Dhe ne na duhet ta njohim atë që është këtu, dhe të përpiqemi ta përdorim pastaj siç duhet. Këtë, e fundit fare, pse duhet të jem unë një administrator dhe një shërbëtor i Krishtit? Pse? Sepse jo vetëm na është urdhëruar, por ka edhe një gjë tjetër. Sepse është privilegj, është jemi të zgjedhur, është privilegj. Jo kushdo e ka këtë privilegj. Shikoni pak këtu, përsëri na thotë një gjë që njerëzit e keq kuptojnë. Standardi i gjykimit për jetën tonë te fjala e Perëndisë. Ideja është që shumë njerëz e përdorin këtë duke thënë ja, shikoj se thotë Bibla, mos gjykoni asgjë përpara kohe. Pse të më gjykon ti mua për veprimin tënd? Edhe përgjigjja e di cila është? Po ti pse më gjykon që unë po të gjykoj ty? Edhe nuk mbaron më kjo punë. Më intereson shumë pak, thot Pali, të gjykojmë nga ju. 1. Më intereson shumë pak të gjykojmë nga një gjyq njerëzor. 2.
E treta, thot, nuk e gjykoj vetveten, thot Pali. Dhe e katërta, kur unë nuk jam i vetëdijshëm për ndonjë faj, kjo gjë nuk më justifikon, dhe pesta ai që më gjykon është Zoti. Sa shumë justifikime fshehin brenda kësaj fjalie. Që sa bukur e thot, kur thot mos gjykoni asgjë përpara kohe, derisa të vijë Zoti, sepse Zoti do të bëjë një gjë. Çfarë thot aty pasazhi? Kur mos e lini një pasazh, ta hiqni një fjalë dhe ta përdorni siç duam ne, por të të parë në kontekst. Çfarë thot pasazhi aty? Çfarë do të bëjë Zoti? Dy gjëra aty, A dhe B, ja ku e ke aty. Të fshehtat e errësirës, tek vargu 5 e thot, dhe do të nxjerr këshillat e zemrave. Të fshehtat e errësirës që ndodhen brenda njeriut dhe këshillat e zemrave, zemrat e këshillon. Çfarë quhen këto ndryshe? Me një fjalë të thjeshtë, di çfarë quhen? Motivi. Motivi i vërtet i zemrës se pse ti e bën këtë gjë. Këtë gjë do të nxjerr Zoti. Ndoshta mënyra se si e bëre nuk është më e mira. Njerëzit shohin mënyrën se si ti bën gjërat. Ne shohim atë që ti bën. Ne nuk dim, askush për nesh nuk di motivin e thellë të zemrës që ti bën. Një ditë Zoti do të vërë të gjykohet të fshehtat e errësirës, do të nxjerrë këshillat e zemrave, dhe Bibla është standard i gjykimit. Secili do ta marrë atë që i përket nga Zoti në lidhje me motivin që ka në zemrën e tij. Prandaj thot Pali, di si është puna? Motivi i zemrës sime është për të nderuar emrin e Zotit, për të qenë shërbëtor i Krishtit në jetë. Nuk kam asnjë arsye tjetër. A mund të bëj gabime? Do bëj gabime, thot Pali, po s'më intereson të gjykojmë nga njerëzit. Mund të më gjykojnë sa të duan, thot, por në brendësinë time un kam paqen, e thën thjesht, është brenda vetes, kam paqen me Perëndim, motivi i jetës sime është me Perëndim. Dua të nderoj emrin e Zotit dhe e di që e kam bërë këtë gjë. Por kujdes, thot, mos u bëni kaq të gatshëm për të gjykuar dikë tjetër, motivin e dikujt tjetër, thjesht nga veprimi i këtij personi. Sepse jo gjithmonë motivi përkon me atë që ne shohim. A e kupton pak pse thot mos gjykoni? Sepse interesant është motivi. Ajo është zemra e asaj që bëhet. Prandaj thot Pali, kujdes, Perëndia do ta nxjerrë motivin një ditë. Imagjinoni pak si do të jetë ajo ditë, dita e gjykimit për motivet e mia dhe për motivet e tua të zemrës. Interesant e ka përqenë, film interesant. Çfarë thot tek vargjet 6-8? Këto pra vëllezër, për shkakun tuaj i lidha me mua dhe Apolin, që nëpërmjet nesh të mësoni, që të mos mendoni për te asaj që është shkruar, që të mos fryhet në njëri prej jush, njëri kundër tjetrit, sepse ç'të dallon nga tjetri. Çfarë ke që nuk e ke marrë, dhe nëse e ke marrë, pse mburesh sikur nuk e ke marrë? Tashmë u ngopët, tashmë u pasuruat, tashmë u bët mbretër pa ne, dhe makar të ishit mbretër, që edhe ne të mbretëroni me ju. Pali po përdor shembullin e tij personal dhe të Apolit në fakt për t'u dhënë këtë gjë. Dhe thotë për shkak të situatës ku janë lidhur me mendësitë rreth ndarjeve, lidha shembullin personal. Ishit ndarë nëpër grupe, po ja u tregoj me shembullin personal që nuk duhet të jetë kështu, që nuk mund të jetë kështu, që nëpërmjet nesh thot Pali, që të mos mendoni për te asaj që është shkruar. Çfarë është shkruar? Mos mendo për te asaj që është shkruar. Gjithmonë ka një shprehje që më pëlqen, që e kam marrë, nuk është shpikja ime, e kam marrë dhe thot, aty ku Bibla flet, fol. Aty ku Bibla hesht, hesht. Mos fol për te asaj që është shkruar, thot Pali, as mos mendo për te sepse nuk do jesh në gjendje ta përkufizosh dot për te asaj që është shkruar. Edhe gjithë arsyeja është që të mos fryhet, mburet ndonjëri prej jush kundër tjetrit. Ja, sa shumë di unë këto gjëra. Unë i përkas këtij grupi intelektualesh, ku e di unë budallëqe të kësaj kohe. Dikush thotë unë jam shumë i pasur. Çfarë po mbureni, thot Pali. U lëvduat kaq shumë sikur të ishit mbretër, thot, të ngopur, të plot. Pali po përdor gjuhë sarkastike për të treguar që nuk e çon askund kjo lloj mburje. Jam u mbur tër ditën, thot Pali. Çfarë ditë bësh ti? Çfarë ke bërë ti? Edhe fillon ti dhe mburesh. Në fund fare thot, e pastaj çka ka për te kësaj mburje? Asgjë. Njerëzit mburen në gjërat e botës. Shikojnë tek vargjet e mëposhtme se me çfarë mburej Pali. A jeni gati ta shohim pak me çfarë mburej Pali? Kuptoni pak, Pali po vën në kontrast dy jetë njerëzish. Një jetë besimtari që ecën si bota, që flet me mburje, se çfarë di të bëj unë dhe çfarë kam unë, me përkatësi, a do të mburem unë, thot Pali? Ja me çfarë mburem unë.
Unë mendoj se Perëndia na paraqit në apostoj si të fundit, si njerëz të dënuar për vdekje, me këto po mburet palja. Sepse u bëm lojë për botën, dhe për engjëjt dhe për njerëzit. Ne jemi të marrë për Krishtin, por ju të mençur në Krishtin. Ne jemi të dobët, por ju të fortë. Ju jeni të nderuar, por ne të përbuzur. Deri tani vuajmë nga uria dhe etja, dhe jemi të zhveshur dhe rihemi me shuplaka dhe endemi pa shtëpi, dhe mundohemi duke punuar me duart tona, duke qenë të fyer bekojmë, duke qenë të përndjekur durojmë, duke qenë të sharrë lutemi. Jemi bërë si pislëku i botës, por si plehrat e të gjithëve deri më sot. Këto nuk po i shkruaj të turpëroj, por që t'ju paralajmëroj si fëmijët e mi të dashur. A doni të mburem, thot Pali? Haj se mburem unë. Ja ku thot. Perëndia më ka bërë të fundit. Ti po mburesh se jemi i larti. Unë po mburem, thot Pali, Perëndia më ka bërë të fundit. Po mburem sepse jemi si njerëz të dënuar me vdekje. O Pali, çfarë po thua? Njerëzit nuk mburen me këto gjëra. Njerëzit me çfarë mburen? Mora ftesë nga presidentja, kryeministri, do shkoj këtu e do shkoj aty. Jo, thot Pali, unë mburem se jam dënuar për vdekje. Mburem sepse jam bërë lojë për botën, madje edhe për engjëjt, për njerëzit. Jemi të marrë për Krishtin. Jam i çmendur për Krishtin. Jam dedikuar Krishtit. Njerëzit më quajnë, ky është budallak, ai ikur nga mendja me këtë Krishtin. Edhe unë mburem me këtë, thot Pali. Jemi të dobët dhe unë mburem në dobësinë time, thot Pali. Pse? Që të duket forca e Krishtit në mua. Se ndryshe do më jepte unda për pjetë, thot Pali. Po jam i dobët. Si thoshte Korintasve, si erdha tek ju? Me dobësi, thot, me frikë në fillim. Pse me dobësi? Po o Zot, po kush jam unë? A do më dëgjojnë mua? As do më dëgjojnë mua? Po shkoj në qytet të madh, të ri, si do reagojnë njerëzit? Po ja, në dobësinë time thot u rit, u shfaq forca e Perëndis. Jemi të përbuzur. Kush mburet me përbuzjen? Pali, jemi të përbuzur, thot Pali. Vuajmë nga uria dhe etja dhe zhveshur, rihemi me shuplaka, endemi pa shtëpi, mundohemi duke punuar me duart tona. Duke qenë të fyer, shajmë prapsh, apo jo? Po më shau, ç'keu arrivi ta, mos nxe. Po më shau, më bani më të fili. Duke qenë të fyer bekojmë. Çfarë thua ti? Të fyej tjetri, e ti të bekosh? Po, thot Pali. Duke qenë të përndjekur, durojmë, apo rebelojmë. Ma thuaj pak. Shembulli i Krishtit është në përndjekje, reagoj prapsh, ngriti zërin, duroj. Çfarë bëri kisha e para kur u përndoq? Iku. Largua, nuk luftoj prapsh. Dhe fjala e Perëndisë thotë, kur jemi të përndjekur durojmë, duke qenë të sharrë, çfarë bëjmë për këta që na shajnë? Lutemi. Jemi bërë si fundërina, si pislëku i botës, plerat e të gjithëve. Ja me këto po mburet Pali. Po pse po mburet Pali me këto gjëra? Përgjigjem, si ta kuptojmë këtë gjë? Përgjigjem të gjë nga Bibla. Mos gjykoni asgjë para kohe. Pse po thot Pali këto gjëra? Mos gjykoni asgjë para kohe. Nga dukja. Që të mësoni prej nesh. A je gati të ecësh me Krishtin? Ja, ky është një shembull. Njerëzit kërkojnë shembull prosperiteti. Jo, thot Pali. Ja, kjo është. A do të ecësh me Krishtin? Këto ka gjasa që do të presen. Që të mos mendoni për te asaj që është shkruar. Që të mos fryhet në njëri, mos krekosu. Mos u krekos kaq shumë se ja. Kështu do përfundosh. Kaq shumë gjasa. Këto nuk po i shkruaj që ty turpëroj, por që tu paralajmëroj si fëmijët e mi të dashur. Paralajmërimi është duke kërkuar që ti je shërbëtor i Krishtit dhe administrator i Perëndisë, nuk do të thotë që do të kesh një jetë lehtë. A do thotë që këto do t'i kenë të gjithë besimtarët? Jo. Por paralajmërimi, fjala paralajmërim është që nëse vendos ti je shërbëtor i Krishtit, të ndjekësh Krishtin, nuk ka për të qenë lehtë. A je gati, thot Pali? Ja, me këtë do mburesh. Ti nuk do të kërkosh me dëshirë këto gjëra që të mburesh,
apo që të tregosh se i përket Perëndis. Të paturit ose të mos të paturit të këtyre nuk tregon se je duke ndjekur Krishtin. Më dëgjoni pak se shumë interesante. Ka shumë njerëz që mendojnë dy ekstreme. Ka njerëz që thonë, "Okej, që të jesh besimtar, duhet patjetër që të kesh një jetë si kjo që kishte Pali." Dhe ka njerëz që përsëri nga ekstremi tjetër thonë që të jesh besimtar nuk duhet të kesh një jetë si kjo që kishte Pali, por do të kesh bekimin e Perëndisë në çdo fushë të jetës. A e dini çfarë? Pali pse shkroi këtë gjë? Që ti paralajmëroj dhe jo që ty tregoj që patjetër ju do të jetoni kështu. Por është paralajmërim që ka gjasa që do të përballeni me këtë gjëra. Po, gjithsesi ka rrugtimin e vet. Kështu që mos jini të shpejt për të kaluar në asnjërin prej këtyre cepave të ekstreme. Por Pali thotë ka gjasa që do të ndodhin. Dhe pse? Sepse të besosh dhe t'ja dedikosh jetën Krishtit ka pasoja në jetën tonë. Herët avon, pse? Sepse kjo botë dhe mendësia e kësaj bote është në kundërshtim me mendësinë e Perëndisë. Kjo botë nuk e pëlqen Perëndin. Mendësia, mënyrat të menduarit, të vepruarit të kësaj bote është në kundërshtim. Bibla e thotë bota, koncepti, mentaliteti i saj është në armiqësi të vazhdueshme me Perëndin. Armiqësi nuk është misi, është armik të kundërta. Dhe nëse do të jesh mik me botën, thotë fjala e Perëndisë, je armik me Perëndin. Dhe nëse je mik me Perëndin, do të jesh armik me botën. Që do të thotë herët avon mund të përballesh me vështirësi për shkak të besimit. Po si janë vështirësitë? Po ja, jetë e vendi punës dhe të urdhëron shefi që të gënjesh. Çfarë do të bësh? Je besimtar, të duhet të bësh një zgjedhje. O do heshtësh dhe do ta bësh, o do ta kundërshtosh dhe merr pasoja, ka pasoja. Po dalë se kam dhe familjen këtë. Po, patjetër që ke familjen. Hajde, se drejtësia e Perëndisë nuk shitet kollaj në botë. Bota, djalli nuk i do njerëzit. Dakor? Nuk i ka qef njeriu, nuk vdes për njeriu. Nuk është i dashuruar pas njeriu. Mendësia e botës nuk e do njeriu, e shfrytëzon njeriu deri në maksimum, ta shtrydh njeriu mundësisht. Njeriu gjendet i vetëm përballë këtyre gjërave dhe është në presionin e vazhdueshëm të këtyre gjërave. E bukura është që kur ti bëhesh besimtar, ti kalon në mënyrë të drejtë për drejtë në luftë ballore, jo më anësore, por jo frontale me këtë mendësi. Dhe do të shfaqet kjo gjë. Dhe lind çfarë do bësh? Lind pyetja, çfarë do bëj? Si duhet na njohë njeriu, thot Pali. Hamon se kur të jetë çike vështirë, mos u bëj gjithmonë shërbëtor i Krishtit. Kështu po na thot? Edhe shembulli i jetës së tij çfarë na tregoi? Që ishte gati të bënte një gjë të tillë. Pam një film para disa ditësh, ishte shumë film i bukur, i krishterë, edhe ja kishin ngritur një kurth një personi të vjetër, e futën në burg sikur kishte vjedhur. I shkreti nuk ishte vjedhur, po doli pasaj historia se çfarë kishte ndodhur, por këta tani që e kishin futur në burg, që ja kishin bërë gjithë të ilen e madhe, panë që dikush po zbulonte, avokati i këtij po zbulonte gjërat, edhe të vendosin të tërheqin akuzën, se thanë dëgjoni, na erdhi keq për këtë person që do dënohet, kështu që le ta pranoj që ka gabuar dhe ne do t'ja falim edhe nuk do dënohet dhe do marrë një gjop të vogël edhe kaq. Edhe shkon avokati dhe thotë, këta po na ofrojnë këtë gjë. Ti thjesht pranoj që ke bërë këtë gjë edhe mbaron puna. Edhe thotë përgjigjja e këtij plagut ishte shumë e bukur, ishte besimtar plagu, tha, nuk e kam lexuar në Bibël që apostujt të gënjenin që të dilnin nga burgu. Edhe kështu që unë tha nuk do gënjeta, unë e di tha si është e drejta, tha, di kush është, kështu që nuk do gënjej. Po je gati të marrësh pasojat, i tha avokati, po thaj. Edhe i thoshte për Perëndinë e bëjmë papa. Papa e di se çfarë do të bëj për këtë gjë. E kam fjalën që miqtë mi, kur je besimtar, nuk do ta kesh të lehtë mentalitetin e botës, sfidën e botës, por është një vendim. O do të jesh me Perëndin, o do të jesh kundra Perëndisë. Ne si njerëz dhe shpesh e gjej veten në këtë presion, jemi mësuar që të dredhojmë, që të buzëqeshim me këdo. Jemi mësuar që t'i bëjmë një çik me dredharak, mos jemi kaq të drejtë, por pak elastik. E pra në fjalën e Perëndisë ky elasticiteti nuk duhet.
nuk mund të jemi elastik në fjalën e Zotit. Bota na mëson të jemi elastik. Fjala e Perëndisë thotë nuk funksionon të jesh elastik, do thyesh. Edhe këtu është një vendim i përditshëm për të qenë shërbëtor i Krishtit dhe çfarë? Administrator i mistereve të Perëndisë. A je i vërtet në besimin tënd? Dita do ta tregoj, sepse edhe sikur të kishe 10.000 mësues në Krishtin, prapë nuk keni shumë etër, sepse unë ju kam lindur në Krishtin Jezus me anë të Ungjillit. Prandaj ju bëj thirrje të bëheni imituesit e mi. Për këtë arsye ju dërgova Timoteun, që është biri im i dashur dhe besnik në Zotin, i cili do t'i kujtoj udhët e mia në Krishtin, ashtu siç mësoi kudo në çdo kish. Dhe disa u fryn, sikur nuk do të vija tek ju, por shpejt kanë për të ardhur te ju në dash Zoti dhe kanë për të njohur jo fjalën e atyre që janë fryrë, por fuqinë, sepse mbretëria e Perëndisë nuk qëndron në fjalë, por në fuqi. Çfarë doni? Që të vi me thupër apo me dashuri dhe frymëbutësia? Shikoj si e mbyll Pali me motivin e shkrimit të kësaj, ishte që e shihte veten si një akt shpirtëror i këtyre besimtarëve. Ata e njohën Krishtin përmes Palit. Sa bukur thot, megjithëse një njeri mund të mësojë nga shumë njerëz të ndryshëm, ka vetëm një atë në thonjza shpirtëror që Zoti e përdori për ardhjen tënde në Krishtin. Dikush më solli mua në Krishtin. Zoti përdori atë person. Ai është ati im në thonjza që Zoti përdori për lindjen. Tani unë rrugës kam mësuar nga shumë njerëz, prandaj thot pare, mund të keni shumë mira njerëz që janë mësues. Por një person të solli në Krishtin. Që do thotë ai person që të solli në Krishtin ka dashuri për të madhe për ty, sepse të njohu që në fillim me Perëndin. Dhe si i tillë thot Pali ndaj jush, kam dëshirë më të mirën për ju, që të njihni Perëndin, që të ecni me Perëndin. Ju kërkon që të bëheni imituesit e mi, po imitues në çfarë? Në motivet e zemrës dhe në mënyrën e të jetuarit për hatër të Krishtit. Bëhuni imitues thot Pali. Imituesit e mi në çfarë o Pal? Në motivin e keni parasysh të fshehtat e zemrës, që thoshte pak më sipër, dhe në thellësitë dhe në këshillat e zemrës, por edhe në mënyrën e të jetuarit për hatër të Krishtit. Pali u kujdes duke dërguar Timoteun që t'i kujtojë mësimet e Palit në Krishtin dhe udhëtimi, rruga që bëri Timoteu për të vajtur te Korintasit, sot me makinë do gati një 8 orë. Të ecësh me 100 ca kilometra. Ishte gati largësi shumë e madhe. Donte pothuajse javë të tëra për të shkuar. Shkoi Timoteu. E dinte që kishte njerëz që ishin rehat me largimin e Palit. Fryheshin, krekoseshin. Do i përball ata që fryhen, thot krekosen, me veprat e tyre, me mënyrën e të jetuarit, me fuqinë që kanë në Zotin. Mbretëria e Perëndisë nuk qëndron në fjalë, por në fuqi, në mënyrën se si jeton. Ka shumë njerëz që flasin bukur, që përpiqen të jenë orator të mbaruar, harxojnë shumë kohë duke bërë kurse, trajnime për të qenë orator. Fjala e Perëndisë nuk qëndron në fjalë, por në fuqi, në mënyrën e të jetuarit. Miqtemi, çfarë do të vlente? Do të më dëgjoje sa bukur do të dija unë të flisja, edhe pastaj kur të dal aty jashtë, kur të jetosh me mua, do shikosh një jetë krejt ndryshe, do më përbuzje, jo vetëm mua, por dhe atë mesazh që unë shpall. Pali thot më mirë do të flas 2-3 fjalë dhe ti kuptojnë, sesa 1000 gjëra që nuk kuptojnë. Pali thot tek fjala e Perëndisë të nxit që të hecesh me mënyrën e të jetuarit. Këta njerëz sot kanë fjalë, por nuk kanë fuqi në mënyrën e të vepruarit të jetës së tyre. Me këtë do t'i përball kur të vi thot. Si po jeton jetën? Më trego pak. Nuk do t'i pyes se çfarë di rreth fjalës së Zotit, dhe si një atë është gati të shkojë tek ta me thupër ose me zemërbutësi, me çdo mënyrë për të ndihmuar të kthehen në Krishtin. Por ati Perëndi, Zoti Perëndi që është një atë, a vjen ndonjëherë me thupër? Po, vjen me thupër. Dhe cili është arsyeja dhe motivi? Për të dënuar, për të shkatëruar ty? Jo, për të sjellë në vete. Për të ardhur në vete. Dhe më kujtohet gjithmonë historia e djalit Plankprishës. Djali Plankprishës kishte gjithçka, ishte bashkë me atin e vet, kishte gjithçka. U mërzit me atë që kishte. Dhe tha, dua të shijoj një herë botën o. Në mua çfarë më përket time do iki. Ishte besimtar ky. Do të dalë në botë, të shijoj botën, u mërzita këtu me ty brenda këtyre murave. E gjithë ti luksi e gjërave. Mirë tha, babai me zemër thyer ja dha. Iku ende, shkatroi gjithë pasurinë që kishte, mbeti në fund fare, edhe derave, ushimin e derat nuk ja lejuan që ta kishte.
Dhe ka një shprehje shumë të bukur fjala e Perëndis thotë, erdhi në vete. Domethënë ju desh të kalonte një vështirësi kaq të madhe sa që të vinte në vete. Dhe çfarë tha? Në shtëpinë e atit tim dhe shërbëtori më i vogël jeton shumë herë më mirë se ç'po jetoj unë. Do të çojmë dhe do të shkoj dhe them o atë, kam gabuar, më katova kundër teje. Më lejoj që të jem shërbëtori yt më i ulët, vetë si të ri në praninë tënde. Edhe sa vajti dhe e pa, çfarë bëri babai? E mbani mend ati. Mirita, je shërbëtor? Jo. E mbyti me përqafime, e donte kaq fort, e mbështolli. Edhe kur erdhi djali tjetër, si i tha ati, kishte vdekur, por erdhi në jetë. Miqtë mi ne shpesh largohemi, na tërheq kjo mënyra e botës, mërzitemi ndonjëherë me këtë të qëndruarit me Zotin dhe ndodh. Por mos harroni, bota është shumë e egër jashtë. Është shumë e egër, do të përpi, do të marrë gjithçka që ti ke dhe në fund do të flakë si një leck. Nëse nuk qëndron fuqishëm, do të flakë si një leck. Nëse nuk qëndron si çdo ajo, do të flakë si një leck. Në të gjitha llojet e drejtimeve. Dhe Perëndia thotë përsëri hajde. Ku ka dashuri më të madhe? Ne jemi shumë, ne si njerëz jemi shumë. Ku diun, domethënë po ma bëre një herë, 2 herë, 3 herë, po pastaj s'ta fal më. Dashuria e Perëndis është e tejskashme. Nuk ka kufi sa herë mund të shkojmë tek ai dhe të mos na pres krah hapur. Kjo na lë pa fjalë, kjo më lë të shushatur, kjo më lë sepse ne jemi njerëz dhe i kërkojmë gjëra të mirë. Gabove tani s'ta fal më. Kaq e mbushë kupën. Nuk mbushet ndonjëherë kupa e Perëndis kur shkojmë tek ai. Prandaj miqtë mi kemi një mundësi shumë të mirë për ta ndarë mendjen, për të jetuar me Krishtin, me Perëndin. Prandaj thot ai që ndajmë mendjen seriozisht njeriu të na mbajë shërbëtor të Krishtit dhe administrator të misterëve të Perëndis. Perëndia na ka dhënë sa prioritete në jetë. Marrëdhënia me të është e para. Buka, ushqimi, do të sigurohet, do të vijë, do të punojmë. Me djerës në ballit të Perëndia i tha Adamit do të punosh. Do të sigurosh bukën e gojës si ta. Ishte mallkimi i Perëndis. Dakor? Por mbani mend anën tjetër. Si duhet na njohë njeriu, si duhet ta jetojmë jetën, si shërbëtor të Krishtit dhe administrator të misterit të Perëndis. Kjo do të mbetet. Nuk ka rëndësi çfarë pune bëre në jetë. Nuk ka rëndësi se sa para fitove. Njerëzit luftojnë, punojnë dhe ne gabohemi në këtë gjë. Më lejoni ta them se çfarë do të them. Ne vrapojmë, punojmë, janë gjëra të domosdoshme, por na marrin jetën, na marrin familjen, na marrin shumë gjëra këto. E kam shumë në zemrën time këtë pjesë që Zoti na ka dhënë prioritet marrëdhënien me të së pari, familjen së dyti dhe duhet të qëndrojmë në këto gjëra në këto prioritete. Mos e shit kollaj, këto gjëra me vlerë që Perëndia na ka dhënë për hadër të diçka tjetër. Kjo botë gjithmonë kërkon të marrë prej teje dhe kur nuk do ngopet prej teje. Por gjej një marrëdhënie me Perëndin, kujdesu për të afërmit e tu, ji me ta, koha vrapon. Nuk do të jetosh gjithmonë me ata që ke përballë, me ata që ke përreth. Herët avon do të vi çasti që do të largohesh për tyre, po çfarë le, çfarë gjurmë le tek ta. Një nga lutjet e mia, thash dhe pak më përpara, të vetmet lutje që kërkoj me kaq shumë gashërim Perëndis është që Noeli dhe Sioni do të njohin Zotin, do të ecin me Perëndin në jetën e tyre dhe dash Zoti e ka përdorur sa mundet jetën time që të ketë një shembull ata se ç'do të thotë me Perëndin. Por nëse unë nuk do të jetoja me ta, por do të isha largë, ku do të gjeni shembullin ata? Prandaj ju nxis fort me fjalën e Zotit, qëndroni këto vlera që Perëndia na ka thënë. Bota është e egër, jeta nuk është e lehtë. Ka nevojë të kemi ushqim në tavolinën tonë, patjetër. Por ka një balancë aty. Ka një balancë që duhet jemi të mençur për ta gjetur nga fjala e Perëndis. Lutemi, edhe nëse kam një pyetje, Perëndi i dashur, të falënderoj që na ke dhënë fjalën tënde dhe na nxit që të jemi shërbëtorë të Krishtit, ta administrojmë mirë fjalën tënde dhe ta jetojmë, ta vëmë në zbatim. Zot, faleminderit që na ke dhënë shembuj të vërtet të jetës të përkushtuar ndaj teje, Zot. Dhe të lutem na ndihmoj që të mos i gjykojmë këto shembuj duke thënë, po mirë, këta kishin këtë lloj thirrje dhe jeta ime është tjetër gjë. Zot, nuk është tjetër gjë. Ne jemi thirrur në një mbretëri, nga një person, nga njëjti Perëndi. Të lutem Perëndi, na ndihmoj që të kemi një qëndrim të duhur të zemrës sonë për ta parë jetën me këndvështrimin tënd dhe jo me këndvështrimin e vogël tonin të përkohshëm dhe egoist. Prandaj të lutem Perëndi, na ndihmo fort që do të gjejmë paqen në ty, Zot, dhe do të shijojmë çdo ditë që ti na ke dhënë për nderin dhe për lavdinë e emrit tënd. Në emrin e çmuar të Krishtit të lutem. Amen. Në pyetje.
Pyetje konkrete, të drejtë për drejtë, troç.